Sot kam me vete disa mikisha që janë pikërisht në këtë fazë. Së bashku do të flasim për kujtimet tona të fëmijërisë, për sfidat e të qenit 14 vjeç dhe do përpiqemi të kuptojmë pak më mirë veten, pa shumë seriozitet, por me shumë sinqeritet. Mirë se erdhët e një dhe Serena. Atëherë jeni gati të fillojmë? A ju kujtohet kur ishim 6-7 vjeç dhe donim të bëheshim astronaut, veteriner ose të kishim një fabrikë çokoladash? Për ju çfarë doni të bëheshit kur të rriteshit? Patjetër kur kemi qenë të vegjël, dëshirat tona për të bërë diçka kur të rritemi kanë ndryshuar shpeshherë. Në fillim mund të kishte qenë një astronaut, siç e përmende, një doktoresh, një biznesmene. Dëshira ime më e madhe ka qenë të isha një balerinë. Po ti Serena? Gjithashtu siç tha Ine, domethënë dëshira ndryshon sipas ditëve, çdo ditë më shumë. Një ditë do të bësh diçka tjetër, një ditë diçka tjetër, por që mua për mendimin tim më shumë ka pas, domethënë ndikim, kam dashur shumë që gjatë gjithë kohës bësha doktoresh ose të thjesht diçka në një teknikësie dhe sot e kësaj dite shoh që po e ndjek atë rrugë. Serena, po loja jote e preferuar, cila ka qenë? Atë lojët e mia loja ime e preferuar nuk është se kam pasur një lojë eksaktësisht, por që ishim kreativ, sepse normalisht ishim fëmijë, me një fëmijës gjithmonë duke ardhur me gjëra të reja, me mendime të reja. Ishim kreativ me lojat që bënim, domethënë për herë gjejmë një lojë tjetër ose duke krijuar lojë në çast, domethënë në moment.